Ushtria e Koreas së Jugut të njëjtën se 2 avion ushtarak kinez dhe 4 rus hynë në zonën e saj të mbrojtjes ajrore. Avionët kinez dhe rus hynë dhe dolën nga zona e identifikimit të mbrojtjes ajrore të Koreas, në detin lindor i njohur gjithashtu si deti i Japonisë, nga ora 11:53 deri në orën 12:10 të pasdites, tha shefi i shtabit të Seulit, por nuk kishte pushtim të hapësirës ajrore, shtoi ai, dhe ushtria e Koreas së Jugut i identifikoi avionët para se të hynin në këtë zonë dhe vendosi avion luftarak të forcave ajrore për të marrë masa taktike në përgatitje për rastet e paparashikuara. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Kinës e përshkroi incidentin të njëjtën si një aktivitet rutin fluturimi. Mesadiun mendoi se ky ishte një aktivitet fluturimi rutin nga avionët ushtarak kinez mbi ujërat ndërkombëtar, gjë që është e kuptueshme edhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar, tha ajo në një konferencë të rregullt për shtyp. Kina dhe Rusia janë aleatë tradicional të Koreas së Veriut dhe Washingtoni paralajmëroi muajin e kaluar se lidhjet ushtarake midis Penjanit dhe Moskës ishin në rritje dhe të rrezikshme.